Bismillahirrahmanirrahim. Çdo fillim e ka dhe mbarimin përveç Zotit madhëruar. O jep ka vajhu rabbike dhul jalali wal ikram. Ai i cili nuk fanitet e nuk merr fund asnjëherë Zoti madhëruar. Një tjerë të cilët kemi ardhur në këtë botë ashtu siç kemi ardhur në ditë do të shkojmë. Pra fundi na e mëson se si do të jetë fundi. Meqense se kemi ardhur vetë e kemi jetuar në shumicën e kohës, në shumicën e punëve vetë, nga njëherë me ndjenjat tona, nga njëherë me problemet e brendshme, ashtu do e kemi edhe fund. Atje do jemi vetëm me ato punë tona dhe vetëm me angazhimin tonë. Ajo gjë që na shpëton ditën e gjykimit është bindja jonë e palëkundur tek Zoti i Madhëruar, rrugat të cilën e kemi planuar për ta praktikuar e për ta trasuar. Rruga jonë është rrugë e vështirë, meqense rruga e idealit është rrugë përpjet. Mirë po edhe vetë një rrugë që ja vlen të jetohet, e të punohet, e të mundohet për të, është kjo rrugë. Rruga e librit të Zotit dhe e sunetit pejgamberit alayhis salam. Po, gjatë rrugës edhe bëjmë gabime, lëshime, e harrojmë. Mirë po asnjëherë me qëllim të keq. Nga njëherë, pa dashje, i lëndojmë, e nashta jo më him në hak, e nuk jemi korrekt sa duhet me ata që na rrethojnë. Mirë po, asnjëherë për asnjë çmim nuk synojmë as në çmimin, as për buzjen e askujt. Për ta rikuptimsu fundin e rrugës sonë, gjithmonë duhet ta kemi parasysh se nga kemi nisur e prej nga kemi ardhur. Nuk e harrojmë asnjëherë mirësinë atyre që na kanë mësuar rrugën e drejtë, na e kanë kthjellur rrugën dhe na e kanë qartësuar metodologjin. Unë se harroj asnjëherë shokun tim Mariolin këtu në studime, i cili me shembullin e tij na e ka mësuar edhe bujarin edhe vetmohimin. Po nga e ka marrur ai atë, unë besoj nga dy gjëra. E para nga formimi tek njerëzit e duhur dhe e dyta nga sakrifica dhe dhënia përparësi të tjerëve përgjatë rrugtimit. Rruga e Kur'anit është rruga ku njeriu e gjen mbi gjitha vetveten. Ato i jep kuptim edhe jetës edhe veprimtarisë sotme. Mirë po, përgjatë rrugës njeriu gjen shumë lëngata e që besa nga njëherë edhe shumë bot kuptime të gabuara edhe tek vetë. Mirë po, Kur'ani është medrese. Ato njeriu edhe edukohet, edhe ngjizet, edhe formohet, edhe pastrohet. Pastrohet nga njollat e xahiletit, e nga njollat e nefsit e vetvetes. Njeriu te Kur'ani e gjen se vetëm atë që e ka jep, vetëm atë e ka mbajtur për vetë. Te Kur'ani njeriu e gjen se vetëm kur jeton për të tjerën tha ke jetuar. Ai që jeton për veten, po, jeton rahat, po ka jetuar i vogël e pa asnjë rëndësi. Ai që jeton për të tjerët e u shërben atyre, po, gjatë rrugës ai do të ketë shumë vështirësi, nga njëherë edhe tradhti, edhe ngulje thike pas shpinës. Por, mbi gjitha ai edhe ka jetuar, edhe ka vdekur e ashtu do mbet në zemrat e atyre që e kanë rrethuar i madh gjithsesi. Kur'ani na mëson se i mallit do të më i drejtu ata të vogël. Asnjëherë ata për rreth që janë më të vogël e që kanë nevojë për ndihmën e tij, nuk duhet me i pri ata atij. Sa kaq ai me shembullin e tij, me sakrificën e tij, me moralin e tij, me buzëqeshjen dhe me besnikërinë mbi gjitha, u jep edhe frym, edhe vullnet, edhe entuziazëm për të qëndruar deri në fund besnik amanetit. Kur'ani është medrese, mirë po jo medrese e përcaktuar në vite ose në kohë. Ajo është me njeriu deri në fund, që nga lindja e deri në barim. Zoti i Madhëruar përkujdeset për njeriu ato që në çastin e parë kur ai lind. E rrethon me lutje e me ezan. Që nga dita e parë kur ai lind, ai e ndjen madhështinë e Zotit, e ndjen nevojën për të. Ai asnjëherë nuk mundet të pastrohet, nuk mund të ndahet
e nuk mund të jetë i vetë mjaftueshëm para Zotit mëdhnueshëm. Sa kaq njeriu në çdo çast, në çdo moment ka nevojë për suksesin dhe mbështetjen e Zotit. Kurani na mëson se njeriu mendje madh, njeriu që i duket vetja tepër i madh e që bota nuk jeton pa të, Zoti nganjëherë nëpërmjet sprovave të vogla e mëson se edhe bota, po edhe ata shumë afër tij, lere që jetojnë pa të, po nganjëherë edhe bëjnë tepër shumë me qenë sa i ka qenë pengesa e parë. Kurani na mëson se jeta e kësaj bote dhe lëngatat e saj marrin kuptim kur njeriu e ndërlidh durimin përballë tyre dhe falënderimin teksa i shfrytëzon me botën e përtejtë. Një ditë do vdesim, mirë po teksa vdesim ne ringjallemi për gjithmonë. Vdekja nuk është kapërcim i së kaluarës, sa kaq ajo na kthen tek realja një ditë kur vdesim. Libri i Zotit madhruar duhet të jetë gjithmonë ai frymëzuesi dhe burimi ku na kthehemi i matim arritjet tona, progresin tonë dhe megjithatë atë që kemi jepur për të tjerët, a ka qenë reale, a ka qenë për hir Zotit, dhe a ka qenë për të mirën e tyre. Apo ka qenë për vetët tona, që na të ngritemi, e të ringritemi, e të bëhemi mbi ta e sipër tyre teksa ushtirëshim se jemi duke i mësuar ata. Imam Hasan el-Banna, për mendimin tim, ka qenë ajo pasqyra e gjallë njerëzore tek e cila na edhe kuptojmë madhështinë e Kur'anit, sepse teksa e shohim atë e kuptojmë se sa ndikim ka kalon Kur'ani tek ai, po edhe nëpërmjet punës së tij e kuptojmë se sa i madh e se sa i mirë e dobishëm është për njerëzin vetë ai. Allahu na mësoft që gjithmonë takohemi për hajër, libri i Zotit jetë gjithmonë ai burimi i pashtershëm i mësimeve dhe i dobimeve tona. E lusë Allahun e madhruar që asnjëherë mos të harrojmë rrugën e atyre që trasuan këtë rrugë edhe e mbrojtën këtë fe, këtë besim e këtë tokë e cila u lajt me gjak. E lusë Zotin që t'i mëshiroj ata që na mësuan këtë gjë e që u kalitëm nëpërmjet librave të tyre, mësimeve të tyre, këshillave të tyre. Asnjëherë për asnjë çast nuk bën t'i harrojmë ata, e sidomos nuk bën t'i harrojmë ata që u vrajtën nga dora e armiqve, me qenë se ata dhanë shumë për kombin e për shtetin. Nuk bën të harrojmë asnjëherë as Molla Yaqub Asipin e as Harun Aliun. Nuk bën t'i harrojmë asnjëherë ata që e dhanë jetën teksa vriteshin atje në kufi për ta futur armatimin e për ta dërguar me istikamet atëhershme që të sulmohet e që të dëbohet armiku. Nuk bën asnjëherë të harrojmë as Luan Haradinajn, as Shkenzen Haradinajn, as Ilir Kunushesin e Hazim Malen. Nuk bën asnjëherë të harrojmë as Zahir Paezitin e as Adem Jasharin. Nuk bën asnjëherë të harrojmë as Ulfete Humullin e as Agim Ramadan. Kurani përveç tjerash krijoi dhe frymëzoi gjenerata dhe mbi gjitha krijoi personalitete dhe lider. Allah na mëson se gjithmonë të kthehemi tek ai e të frymëzohemi prej tij. Na bashkof gjithmonë hajër mirësi e ju baft thirrsa të mirë, të dashur e të guximshëm që për asnjë gjë nuk e shitni idealin e atyre burrave. Unë juftoj të gjithëve nga këtu e me atë çka përfaqësoj, që të bëhemi bashkë, të bashkojmë edhe mendimet, edhe dituritë, edhe forcat, edhe arritjet, që t'ja kthejmë krenarinë dhe progresin edhe popullit, edhe shoqërisë, edhe qytetarisë, edhe kombit një ditë. A është e vështirë? Po. A do kemi shumë lëngata rrugës? Po. A do provojnë të na sulmojnë, të na ndalin, të na friksojnë, e të na mbysin? Po. Mirë po, jeta, si thoshte Baca Adem Demaçi, Nelson Mandela ynë, ai thoshte Bac, jeta pa dinitet s'ka kuptim. Lidhimisht nëse na e ulim kokën, e ikim malëv, e strukemi nëpër shtëpijat tona e ata vazhdojnë të na vjedhin, e të na sulmojnë, e degradojnë, lere që nuk e kemi kuptuar fenë siç duhet, po sa kaq një ditë ajo punë e kjo bindje do të jetë edhe kundër nesh,
edhe do flas për herë në për gjenerata e në për histori për ne. Ju lut gjithë që të bani bashkë, e ta mbroni edhe fejnë, edhe kombin, edhe shoqërinë. Nuk është shumë e vështirë me qenë se ata që i kemi para rendës kanë jep shumë. Pra punën më vështirë e kanë kryer ata. Kuptimet më të thella të Kuranit na i kanë jep ata. Ajo që na duhet është vetëm sakrifica, puna dhe aktivizmi i palodhur dhe aktiviteti i dënë. Zotin na takov herë mirësi me gjithë juve që ndëgjoni, e që na kritikoni, e na mësoni, e na këshilloni. Zoti ju dha gjitha të mirat në jetën e ju, ju dha shumë unitet, mirësi, harmoni, hare, begati, unitet, mëshirë, butësi në familjet e ju, në zemrat e ju, në punët e juve, sa më shumë mirësi, sa më shumë bereqet, sa më shumë rrezik. Zoti ju rujt, na takon të herë mirësi. Faleminderit.